sa është numri i shqiptarëve në Turqi. Një nga pyetjet që kam bërë gjithmonë sa herë vi në Stamboll dhe sa herë udhtojnë në vende tjera. Ndërkohë që është një nga debatet më të mëdha që ekziston prej shumë kohësh. Sa është zyrtarisht numri i shqiptarëve dhe sa është realisht numri i shqiptarëve. Jam në një nga zonat e Gallata Portit, një nga zonat tipike turke e ndërtuar në vitet e fundit të Perëndorisë Osmane. Kjo që po shihni është godina e vjetër e postës së Perëndorisë Osmane, tashmë e kthyer në një qendër tregtare, posta e perëndorake. Pra, tani, sa është realisht numri i shqiptarëve që jetojnë në Turqi, që janë me origjinë shqiptare apo që deklarohen shqiptar? Sipas të dhënave zyrtare, dhe kur kanë ardhur ata padyshim. Sipas të dhënave zyrtare të censusit të vitit 2007-2008, numri i atyre që konsiderohen shqiptar, që pra njihen si shqiptar në kuptimin e përdorimit gjuhës, vetë identifikimit tyre, ose ata që deklarojnë që vinë nga origjinë shqiptare, pra që i takojnë origjinës shqiptare, është 1.3 milion. 1.3 milion. Ndërkohë që numri është realisht shumë më i madh. 1.3 milion, pra 1.3 milion është numri zyrtar, pretendohet që janë ata që vetë pranojnë që janë shqiptarë, që ruajnë zakonet e gjuhës shqipe, apo që vinë me prejardhje nga Shqipëria. Kam hyrë në një nga zonat më të bukura të zonës Gallatës, një kalim, një shopping, një rrugë tregtare, e cila është ndërtuar në fillim të shekullit të 20. Tani, po sa është numri real i shqiptarëve në Turqinë e sotme? Sheh sa të bukura janë këto rrugë. Janë rrugë fantastike që të çojnë në për pjesën e brendshme të godinave të ndërtuara tash në vitet e fundit të Perëndorisë Osmane. Pra, sipas dhënave zyrtare të censusit të Turqisë, numri i shqiptarëve është 1.3 milion, atyre që vinë nga gjitha trojet shqiptare dhe që njihen si përdorues të gjuhës dhe të kulturës shqiptare. Dola prapë një pjesë tjetër shumë bukur të zonës së Gallatës. Shihni se si është e gjithë rruga me restorantet e vogla dhe pjesën tjetër. Pra, sipas të dhënave zyrtare është 1.3. Por, sa është numri real i shqiptarëve në Turqi? Numri real i shqiptarëve në Turqi, sipas të dhënave të marra nga kryesisht vetë shqiptarët që jetojnë në Turqi, ose nga shumë studime të bëra në Turqi dhe jo vetëm, ja nuk ecë rrugës është një rrugë shumë e ngarkuar, rrugë tregtare. Numri i shqiptarëve që jetojnë, që vinë, pra numri atyre me banorëve ose shtetasve turq me origjinë shqiptare është rreth 3 deri në 5 milion. 3 deri në 5 milion. Po si ndahen dhe pse një pjesë e tyre kanë humbur, po i quaj gjuhën, traditën dhe prejardhjen e tyre. E din, por nuk e praktikojnë më. E para njerë, duhet kemi parasysh që numri i shqiptarëve të ardhur në Turqi ndahet në disa faza. Faza e parë janë shqiptarët e Perëndorisë Osmane, numri i cili ka qenë shumë i lartë. Shqiptarët kanë qenë sidomos në nivelet administrative të Perëndorisë Osmane në numra të jashtëzakonshëm, pra numra shumë të mëdhenj. Ndërkohë që me prishjen e Perëndorisë Osmane, pjesa më e madhe e zyrtarëve u rikthyen sërish në Shqipëri. Midis tyre edhe personalitetet të lartë, siç ka qenë për shembull Mehdi Prashi, që ishte guvernator i Tripolit dhe i Jeruzalemit, imagjino guvernatori i Jeruzalemit, apo dhe personalitetet të tjerë të lartë, siç ishte Turhan Pasha, ambasadori i Perëndorisë Osmane në Shën Peterburg, pra pranë Perëndorisë Ruse, që më pasur po kryeministër i Shqipërisë. Bashkë me ta erdhi dhe një numër shumë i madh i shqiptarëve, të cilët kishin punuar në nivele të ndryshme administrative të Perëndorisë Osmane, por nuk u kthyen. Ata shqiptarë të cilët ishin stabilizuar me biznese apo me punë nga më të rëndomta dhe deri te nivelet më të larta në Stamboll dhe në qytetet e tjera të Perëndorisë Osmane. Erdhën vetëm shqiptarët që ishin vendosur në Selanik mbas rënies së Selanikut. Numri i shqiptarëve të mbetur nga koha e Perëndorisë Osmane është i paqartë, por shumë i madh sepse midis tyre ka dhe familje të mëdha të Turqisë sotme që deklarohen me origjinë shqiptare. Prurja e dytë ose pjesa e dytë e prurjeve është ajo e viteve 1920, 1925, 26,
kur Turqia dhe Greqia firmosin një marrëveshje për shkëmbimin e popullatave. Popullata greke e Izmirit u kthye në Greqi duke u zëvendësuar me popullatën muslimane që konsideroi turke nga grekët në atë kohë të zonave greke, ku pjesa më e madhe saj ishin shqiptarët e Çamërisë. Shkëmbimi i popullatës që identifikuar dhe nga Mitat Frashi, ambasadori i Shqipërisë në Athinë, i cili ka pasur disa komente dhe disa letra për Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku nënvizon faktin që shqiptarët po detyroheshin forcërisht të ktheheshin të shpërnguleshin në Turqi, duke lënë shtëpitë dhe pronat e tyre. Ndërkohë që pjesa e tretë, por nivele shumë të larta, është ajo e shqiptarëve të viteve, pra shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë, të cilët erdhën në mënyrë masive në vitet 1900 fundi viteve 50-60 në kohën e Rankovićit. Pjesa më e madhe e tyre u vendosin që vinin nga Kosova, nga gjithë zonat e Kosovës, apo nga pjesa e Maqedonisë së sotme, pra nga Tetova apo Gostivari, dhe u vendosën në Turqinë e sotme, një pjesë madje janë zhvendosur në atë kohë në kufirin midis Bashkimit Sovjetik të asaj kohe, ose Armenisë sotme dhe Turqisë si një lloj buffer ose midis zonave kurde dhe zonave turke. Ndërkohë që kjo ka qenë dhe prurja ose shkuar si thua emigrimi më i madh i shqiptarëve. Përtej tyre është emigrimi i shqiptarëve të pas viteve 90, ku ka një numër shumë herë më i vogël, se nuk bëhet fjalë për emigrim masiv, i cili ka ndodhur në vitet pas viteve 1990, një komunitet nga Shqipëria, një komunitet nga Kosova dhe një komunitet pastaj nga shqiptarët e Maqedonisë, por që është në kushte shumë modeste. Sot shqiptarët janë popullata më e madhe huaj në Turqi, ata konsiderohen një prej kombësive me origjinave më të respektuara dhe një numër shumë i madh i personaliteteve turke kanë origjinë shqiptare ose pranojnë që janë o krejtësisht shqiptare ose pranojnë që kanë një deg ose një të afërm familjar të tyre që vjen nga prejardhje shqiptare. Nuk duhet harrojmë që edhe një nga personazhet më të rëndësishëm të Turqisë moderne, Mustafa Qemali, është një prej atyre personave që vjen nga një familje shqiptare. Kthehem prapë në Ferruk se kjo është pjesë shumë e bukur, kjo pjesë e Gallatës. Mustafa Qemali ka nënën e tij nga Stableva e Dibrës, ende sot shtëpia e tij është restauruar dhe vijon të jetë një shtëpi muze, ndërkohë që babai i tij është pak e vështirë të përcaktohet se nga ka ardhur. Diskutohet që mund të ketë qenë nga shqiptar ose nga turqit e Rumelis, pra të pjesës europiane, sepse edhe vetë Mustafa Qemali ka lindur në Selanik, edhe ai ka shërbyer në Selanik, kështu që është vështirë thuhet se nga vjen tamam, por është ndoshta më e farshme. Ndërkohë që shumë personazhe të tjerë, duke përfshirë edhe futbollistë dhe artistë të njohur, pranojnë që janë me prejardhje shqiptare. Kështu që sa shqiptar ka sot në Turqi, midis 1.3 milion është zyrtarja, midis 3 dhe 5 është pjesa jo zyrtare e shqiptarëve në Turqinë e sotme. Një prej kombësive më të nda dhe më të respektuara.